Bëhemi gati për rubrikën Shimin e Gjyq. Ja ku jemi me dy kunata, zonjën Gjemile dhe zonjën Arta dhe kunata e tretë, zonja Ani Çobari. Me që edhe në stilën e verës, tashmë zonja Ani. Familjeve, kështu që i marrë të gjithë titujt me kënaqësi. Jeni kunata, motra, nëna, vajza. E shtëpis. Faleminderit. Mirë po, përtej dëshirës së mirë për të zgjidhur problemet dhe humorit, zonja Arta na i ka mbyllur derën zonjës Gjemile. Pse? Këtë do ta zgjidhim tani. Shpresoj. Përshëndetje Ardit, përshëndetje gjithë juve këtu në studio. Ne jemi futur në një muaj të nxehtë, si kundër është ky i korrikut. Kështu që më lejoni që edhe në emrin tuaj një falënderim të veçantë ju jap të gjithë besimtarëve musliman që mbaruan një muaj të nderuar dhe të madhërisëm si kundër ky i Ramazanit. Zoti ja u lehtësoft, ju dhëm vetëm mbarësinë familje tuaja dhe një falënderim të veçantë ju shkon të gjithë shqiptarëve në Arabinë Saudite. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve që ndodhen sot në këto momente atje për shumë element të besimit të tyre të virtytshëm. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen dhe respektin. Zonja Gjemile, është një kënaqësi e veçantë që ju kam sot këtu. Dhe kuptoj që ne kemi kohë bashkë që flasim, diskutojmë, por njëkohësisht më lejoni të falenderoj edhe vëllezërit tuaj, me njërin prej të cilëve unë kam pasur fatin të takoj, pavarësisht gjendjes së tij të vështirë shëndetësore, ai nuk arriti sot të ishte këtu, por ne falenderojmë zotin Muhamet për mbështetjen që ju ka dhënë hap pas hapi deri për të ardhur në këtë seancë ndërmjetësimi. Njëkohësisht, falenderoj thellësisht zonjën Arta, si një zonjë e mrekullueshme, që ju përgjigj me njëherë thirrjes tonë, pavarësisht debatit dhe konfliktit që ju keni tani më brenda familjes me kunatën tuaj. Pra juve, zonja Arta, për ta bërë qartë me publikun, çfarë e keni zonjën Gjemile? Përshëndetje zonja Eni një herë, zotit Ardit dhe gjithë publikut këtu. Në këto momente dridhem për arsye sepse nuk është vetëm kunata ime, është motre burrit tim, është halla fëmis tim dhe këto gjëra ne shqiptarët i ruajmë fort. Po konflikti midis meje dhe kunatës time ka lindur për arsye, sepse kunata ime tani më shumë po rrit e ku me motor se sa në shtëpi vet. Edhe arsyeja e kësaj është sepse kunata ime vua nga një diagnozë e rëndë dhe ne mundësitë financiare këtu në Tiranë nuk i kemi. Fëmijët i kemi për të shkolluar. Fëmijët i kemi në një moshë, unë djalin e kam 25 vjeç. Para 6 muaj kam pas burrin në spital. Tani si mund t'i përgjigjem unë ku 25 vite rresh nuk kanë rresh tur shpenzimet, ndimat, jo vetëm nga unë, po nga gjithë vëllezërit e saj. Diagnoza e saj ka qenë tepër e vështirë dhe vëllezërit e kanë kuruar në për spitale private, zonja Eni e kupton se çdo të ta ndjekësh një motër të vetë me mbes 6 vëllezër ta ndjekësh në për spitale private në Greqi. Po tani erdhi momenti që dhe unë duhet të kthehem nga familja ime zonja Eni sepse burri im para 6 muaj kaloi një ishemiesh me një diagnozë që nuk i përballon dot të lloj situatash. Prandaj i them kunatës time të marri përsipër, të ndërgjegjësohet për çfarë më ka. Po, japim fjalën zonjës Gjemile se në fakt zonja Gjemile ka nisur të seancë, po zonja Arta për shkak të nxehtësisë të situatës se vazhdoi diskutimin. Në momenti që edhe zonja Gjemile të marri përgjegjësitë e veta mbi vete. Nuk ja uroj asnjë gjë të keqe sepse jemi në afar, po fati nuk e deshi atë. Derisa ju erdhët deri në këtë seancë, patjetër që i doni të mirën. Edhe nuk i dha as fëmijë, po erdhi momenti që edhe neve sot me një fëmijë unë djalë 26 vjeç sot e kam për të martuar, të arrij që të shikoj edhe problemet e hallës. Kur halla është e rrethuar me kunetër, me kunata, me vëllezër, me motra, sot ka ardhur dita e Eni se jeta në Tiranë është e shtrenjtë. Është bërë e vështirë, është bërë shumë e vështirë, është e vërtetë. Bashkohemi me shqetësimin tuaj. Ti martojmë apo të shikojmë hallën tani. Nuk e di unë tani se të blej. Ta shikojmë dhe hallën, po halla ka ca kushte specifike. Po, zonja Gjemile, edhe një herë përshëndetje. Një prezantimin tuaj të lutem edhe për publikun. Përshëndetje zoti Ardit, përshëndetje publik. Po. Ju jeni? Unë quhem Gjemile Tomori. Vin nga Berati. E përshëndesim qytetin e mrekullueshëm të Beratit dhe gjithë qytetarët e Beratas. Po, ju falenderit. Banuse e 32 vjetësh. Në qytetin e Beratit, po. Po. Edhe aktualisht shtëpinë e keni atje, apo jo? Dhe shtëpinë prej 32 vjetësh, banuse zonjës e asaj shtëpie.
Po erdhi dita sot që unë nuk njihem zonja Eni. Jam martuar në 84. 2 vjet kam dendur me qira. Në 86 kam bler këto shtëpi që kam sot, Po. bashkë me tim shoq. Të ndjerin, sepse ka humbur jetën, apo jo? Po? Me një luftë, me një sakrific të papar, zonja Eni. Po për krah edhe vëllezërit e mi që unë nuk ja harroj. Ndoshta ju ja jeni- harroj unë. Ju jeni një motër e vetme Por me sa Zoti që vlezër? është lartë- Me sa vlezër? Zonja Eni, unë jam motre 7 vëllezërve. Motër e vetme e 7 vlezërve, është Një fati vlla- madh. një Është vlla fati me madh të kesh shndar- 7 vlezër në krah Një vlla me është ndarë para 2 vjetësh. nga jeta. Zonja Eni, jam shumë e pikëlluar, edhe sot, edhe tani në këto momente unë nuk po duroj do të Unë po merr. mundohem t'ja u heq pak të dhimbjen dhe emocionin, po e shikoj që ju prap jeni shumë e ngarkuar. Po? Në 2005, në 11 janar të 2005, tim shoqi i ra paraliz dhe moragjit dhe më falni, infarkt truri masiv. Po. Zonja Eni, të më vini në vendin tuaj se që kam hequr unë 6 vjetë. 6 vjetë vetëm e për vetëm. Kërkoja ndihmë tek vllazëria ime. Se vllazëria e burit Kishim mundësinë të ndihmoni, më mos falë më jarta, më falë kishim të mundësinë zbrasë të që këto ndihmoni. brengat që kam, se po Por më tani, torturoni. fëmijët e tonë nuk bën mosh madhore moj zemër. Nuk kemi Po më më ne mundësi të të torturoni, ndjekim më ty hap pas jarta. hapi. Ti e di shumë mirë që jeta ime është me e zezë nga e zeza. Ju lutem, nuk po kërkoj një copë bukë të juve, po kërkoj fjalë të mira të më ngroni këtë shpirtin, se ju e dini si kam ngelu kallogre. Zonja Eni, kam 32 vjetë, jam bashkëshorte pa fëmijë. Zonja Xhemile, Buri më vdi. Pse nuk ulesh, të lutem? Ulu, sepse ne nuk e kemi rregull që duhet të flasësh në këmbë. Të lutem ulu. Jo, edhe kështu. Ulu sepse dhe unë ndihem mirë. Më mirë, duket sikur bashkë bisedojmë dhe qajmë hallet me Ju njëri tjetrin. faleminderit. Se kështu në këmbë. Okej. Zonja Eni, prej 32 vjetësh, unë nuk kam parë një ditë të bardhë. Nga vëllezërit, nga familja e burit, që mos të përcaktoj njëri. Por ato shtëpi i kemi blerë të 2 burë e grua. Po. Me Dhe një juve jeta sakrificë ju ofroi dhe edhe me një fat luftë. jo të mirë, pra nuk Po, keni zonja fëmijë. Eni, Ju jeni po. pa fëmijë, po. Po, im shoq është nga Roshniku, nga komuna e Roshnikut, Po. nga fshati me Miasit. Dhe kur jemi ndarë që aty, zonja Eni, motra jote ka marrë vetëm një pjatë dhe 2 lugë. Dhe po të duan, zotërinjët le të ma kundërshtojnë Po. këtë. I harrova këto, zonja Eni, Po. Ku jetonit ju? në Berat. Në Berat. Që në 84-ën, Në një shtëpi- muaj mbas martese, një muaj kam detur atje në fshat tek prindrit e burrit, mbas martese kam ardhur në Berat. Jetonit 2 vjet- vetëm me burrin. Vetëm me burrin. Okej. 2 vjet kam qenë me qira, tek daja i burrit, Jo, Zonjë- folet Zoti për Ardit. shtëpinë, prandaj dhe më duk Po, sikur pra ja. përsëri do dilim tek dhe në prona. 86 nuk kam blerë këto shtëpi që kam sot, I keni blerë bashkë me burrin. bashkë me burrin. Po. Është shumë e Unë- rëndësishme ta theksojmë këtë detaj sepse në fakt këtu fillon edhe konflikti Po. i mëpasshëm i zonjës. Dhe asë një farë ndihme, zonja Eni. Po. Dhe këtë po e theme dhe Pra, ndihmë Në juve përgjigje të supozoni si pastë. nga ana atyre të burit dhe nga këta tuajt, apo jo, nga të dy anët. po, nga të dyja Po. krahët. Po. Po që Vetëm luftoni dhe punonim të 2 burë e grua. Po. Im shoq ka qenë në arsim në Po. ciklin e ultë. Po. Kurse unë kam punuar në artistike, deri në 90-ën, mbas 90-ës, zonja Eni, unë atyre shtëpive ja u kam vënë shtëpi se është blerë me qiri. Vija 2 qiri nga të 2 krahët edhe punoja pundore, qoroja sytë për ato shtëpi. Që si mos i dilja fjallën zotërisë që i ka marrë borxh, mos më dilte borxhliu të më kapte pe gjakete. Për gjakete, po. U lanë këto. Lufta me e madhe ishte në 2005-ën. Po. Vetëm e për vetëm. Do ta ulja, do ta koja, do ta laja, do ta shplaja, vetëm këto 2 duar, zonja Eni. Gjithmonë flisni Sa për mu bashkëshortin tuaj të ndjerë. Sa Po. mu vështirë edhe jeta ime, shpirti im,
më vështirë. Sigurisht, Se çdo gjë një smur ai në i shtëpi bënte sjell pa problematika, vedije. patjetër. Unë 2 veta, një person që hante atë tenxhere 5 kilshe, unë do ta vija 2 herë zonja Eni, se hante pa vedije, bënte çdo gjë pa vedije. Ku janë kunatat e mia sot që më kanë bërë se ir 32 vjet, edhe po më kërkojnë shpirtin zonja Eni. Zonja Eni kam ngelur me skatë rrugëve tani, se shtëpia ime është ndar gjysmë për gjysmë. Pse? Më kërkojnë pjesë, zoti Ardit. Po, do ta shpjegojmë më pas edhe këtë kërkojnë problematikë pjesë. ligjore, që në fakt nuk Qa është vetëm e pjesë e Xhemiles. kërkojnë atje? Pjesën e qirinjve që vinte Xhemilja 2 këtej dhe beja pundore, që roja syt. Arta, juve këtë situatë zonjës e dinit faktikisht? Situatën e zonjës ne e dim shumë mirë dhe kjo ka qenë hap pas hapi e ndjekur, domethënë nga 7 vitet e ka mbështetur si financiarisht dhe moralisht. Jo në periudhën kur ka bler shtëpice në 84-ën, unë nuk kam qenë prezente, askush nuk ka pasur mundësi financiare, po. Patjetër. Atëherë e ka bler me sakrificat mëdha, fale dhe bashkëshortit e saj që kishte një punë të mirë, ka qenë në arsim dhe krah për krah të dy arritën që i mbaruan ato borxhe, edhe hap pas hapi fatkeqësia e tij ndodhi që i ra kjo smundje, edhe ajo është bërë vetë burrë dhe grua. Po nuk i ka munguar ndihma jonë më zonja Eni. Po deri tani ajo duhet ta kuptoj që deri tani çdo gjë ka një cak. Ka një cak. Mund të ndihmoj vllai 1, 2, 5. Nuk ja u ka hedhur poshtë më zemra ime. Po çfarë të bëj më zemër, çfarë të bëj të shkolloj fëmin, ta martoj, dua t'u kem pran. Dua t'u kem pran. Të kam ndjekur hapas hapi në spitale, ti e di shumë mirë sa i krize ke dhe sa lek kam dhënë më zonja Xhemile. Nuk ja u hedh poshtë më ti, zonja. Po nuk ka hedh poshtë, më sot po më ngelen në deret më, të çojnë në sanatorium, krambë, të se zemra, burri të jo, çojnë në fëmijë jo, shtëpi jo. Ku do vete, me 12.500 lekë do t'i ardit. Unë kam çantën me ilaçe, sa do bëjmë për para. Nata mund të mbaj 1 javë, 2 javë, për nuk të zgjidh probleme prone. E kupton apo merr përgjegjësinë mi vete ndiqën mbas ligjit. Unë nuk të ndjek ty dot mbas ligjit, nëse s'kam asgjë. Zonja më kuptoni. Sëmundja më e vështirë njeriu është vetmia. Unë po flas me 4 muret. Zoti Ardit vllai 40 ditë i vdekur. Unë jam ulur gjunjë edhe ja kam kënduar Zoti Ardit. Të besohet se më fluturoi truri kokës. Nuk po dija se çfarë po bëja. Vetmia është sëmundja më e rëndë, në fakt është shumë e vërtetë dhe pikërisht për këtë vetminë ne kemi ardhur këtu dhe për këtë ndërmjetësim që ju kërkoni që njerëzit tuaj të keni afër, por një pjesë të vëllezërve në fakt juve më keni thënë keni jashtë atë dheut apo jo? Një pjesë të vëllezërve kanë ndihmuar shumë në po kanë ndihmuar financiarisht, por nuk është nga ndonjëherë, Arta, nuk është ana financiare ajo që të mbush. Është ana shpirtërore. Pra sot Xhemilia vjen përballë jush për anën shpirtërore. Ja japim anë shpirtërore tani. Ngrimin e tani me shtëpi shkojmë te Xhemilia, kështu i bie. Xhemilia tani ka ardhur në Tiranë, unë jam e përgjegjshme që duhet ta ndihmoj sa herë që ajo do pompa, sa herë që ajo do ilaçe. Jam njëri, e kam edukatën nga familja që deri dje thoshte Zonja Eni, mua asnjëri nuk më kupton me zonja Eni. Atje ku ti ke zonja Arta, të lutem. Të lutem, zonja Arta. Nuk lutesh fare ti se zonja Eni, të kesh një burë të sëmur. Edhe njëra ajo femër që ka njerëz të sëmur në shtëpi. Se nuk e kupton asnjëri zonja Eni. Nuk e kupton asnjëri. Ashtu është. Por mbi të gjitha, kur ti tani sot ke ngelur dhe vetëm, se në kohën që kishe një të smur, ndoshta ditëve të tuaja i jepje një kuptim se i shërbeje bashortit. Por sot që ai ka ikur nga jeta, juve jeni komplet vetëm. Dhe kjo është më e dhimbshme për mua. Qenia juaj vetëm brenda banesës. Po dua njerëz e Arta se kam qenë shtëpi e madhe. Po ç'të të bëjmë, ç'të do? Ke qenë shtëpi e madhe tani e vetëm. Më ju lutem vetëm më kapni një herë me dorë kështu dhe më thoni. Po çfarë të bëjmë? Të hedhim gropët, nuk të hedhim dot. Nuk kam çfarë bëjmë ne. Po tani, a më kuptoni të ri unë? Flas me muret, o zonjani, flas me muret. Flas me muret. Marr dhe pundore që rroj syt, ku të gjej një këtu e një atje. Moj, duart e tua ka veshur Berat me zonja Eni, ka qenë gjithu, janë një të muzeumi Berat, të aqë punë artistike, se i të një mënyrë të speciale, janë blen të muzeumi Berat. Do gjëmë qikë më mirë. Zonja Xhemile, zonja Arta po flet, po? Po, prandaj duhet të më dëgjosh pak, si zonja Xhemile dhe duhet
theme, e insistoj të kjo, të bëhet me e përgjeshme, pa marësis vetëmi njeriu duhet ta gjej kurajin. Po tani përgjeshmëri kërkoni, zonja Arta, I ka ble më Muzeumi falë, Berati. përgjeshmëri kërkon sot Xhemiles në këtë moshë që është me këtë dhimbje që ka. Tani si mundet që ne ti kërkojmë përgjeshmëri? Kjo kërkon për kraje, jo përgjeshmëri. Kjo do për kraje. Të lutem. Po. Asaj nuk I ka munguar kjo pjesë, po tani erdhi një... Nuk dyshoj për këtë, nuk dyshoj. Erdhi një moment që unë, bashkëshorti im, para 6 muajve... Keni një hall të madh, po. Tani, duke ardhur kjo, java javës, duke aty, ai nuk I përballon dot shqetësimet. Po, shumë I prekur, po. Tani, halës I ra ky, fatkesi, I humbi bashkëshorti, tani, unë veç shkoj në punë dhe ka mendje tek ty, dale, ka ardhur halla sot, do ma ketë mbushur me energji negative bashkëshorti, do t'i bjerë në një infakt. Po, qa po thua Mojarta. Po qa të thema Xhemile, deri këtu ka arritur, ti e di shumë mirë. Ka që pa dhe I pas kam qenë Mojarta. Po se shpuna se je moj hallë, se unë do të them hallë, se ka fëmija im hallë, po duhet ta kuptosh. Duhet ta kuptosh moj hallë, sepse nuk I duron dot asnjë vakt. Ja më pëlqen zonja Xhemile. Zonja Xhemile. Po vetëm në Berat absolutisht nuk bëj dot asnjë gjë, se mua dyert më janë mbyllur. Më janë mbyllur për interesat e tyre. Zonja Xhemile, mua më pëlqen shumë fakti që zonja Arta në fakt që në fillimin e kësaj seance ju drejtohet her pas here me fjalën moj hall. Është shumë e bukur dhe ëmbël fjala hall. Patjetër, pra juve nuk I drejtoni kunat, I thoni moj hall. Pra sigurisht kjo është halla e fëmijëve tuaj, është halla e shumë fëmijëve të familjes. E keni kunat të vetme. Unë jam rritur me këta. Unë jam rritur, mua ajo më ka rritur, se unë kam qenë e vogël 20 vjeç që jam martuar, 21 kam bërë djalin. Tani djali im është një moshë madhore 26 vjeç dhe kemi pas një shkuarje që jo vetëm lushnja, po edhe gjithë rrethinat e Beratit. Ne na mbajnë me gojë. Si familje shumë e mirë, po patjetër, po. Se po e kujtojmë dhe I kërkojmë ndjes që po kujtojmë bashkëshorti Xhemiles na merrte djalin se ishte me profesion mësues. Pra shikoj që lidhja juaj ka qenë më e veçantë. Prandaj ndoshta dhe Xhemilia ju ka sjell juve. Se asaj krajina aty rrethinave të Beratit, sepse djali im sot jeton me ato që Xhaxhi sa më ka çuar këtu, kam bërë këtë, kam shkuar te kjo shkollë, Xhaxhi sa jepte mësim këtu, jam mbushte xhepat me arra dhe kur vinte gjithë njerëzit atyre rrethinave kur sa jepte mësim, fëmin tim e mbushnin plot me arra, me vezë, me bajame, me palafiq. Do me thënë që për ne ishte diçka që... Pra e shikoni që keni kaluar një periudhë të mrekullueshme së bashku. Edhe atëherë sigurisht kur ishte edhe Zoti Isa gjallë për Xhemilen jeta ka qenë ndryshe, po sot ajo është vetëm. Po sot ndryshon se dhe jeta ndryshon pra po duhet I qëndrojmë afër. Si e mendoni? Si ti qëndrojmë afër, por tani hajde tani, është Arta e urtë tani, hajde tani. 1-2 trokite Arta se është në Tiranë, trokite Arta se është në Tiranë, ikte vllai në Greqi. Trokita atje, po dhe atje janë shpenzimet e shtrenjta. I vllai 10 në stuhi, I ka rënë çatia shtëpis dhe këta vlezër janë ngritur natë për gjithë natën. 750 legulla I kanë vajtur, I ka bërë çatin se I pikonte çatia se janë shtëpi, të vjetra beratase. Por tani, erdhi një moment që unë nuk mund ta djeg hallën hap pas hapi. Po megjithatë, juve Arta keni arritur në një pikë akoma edhe më të lartë. Juve nuk I hapni derën sot Xhemiles. Pse ka ndodhur mos hapja e derës? Kjo është pyetja që unë ju drejtoj juve sot si kunat. Sepse ta shpjegova dhe pra duhet ketë një problem më të thellë me sush. Nuk është vetëm kaq që ju se përballoni dot fizikisht. Mos ka një problem tjetër më të rënd? Ka probleme të rënd sepse gjatë kohës që kjo bashkëshortin e kishte të sëmur, unë e kam ndjekur financiarisht. Kësaj herë që ka trokitur, unë I kam dhënë para. Nuk dua t'ja kujtoj dhe nuk dua që këto para, sepse në gjendjen e asaj, po unë sot që bashkëshorti im është I sëmur. Kërkoni dhe ju një ndihmë ekonomike, apo jo? Normal që u kërkoj. Pse duhet të ta ndjekush bashkëshortin këtu në për spitalet e Tiranës, lart e poshtë kështu? Se unë nuk kam mundësi të ta ndjekja shtetit. Që bashkëshorti im t'jeti denjë si për vete dhe për fune vetë. Pra ju kërkoni sot deri diku edhe një shpërblim financiar, zonjë Xhemile, apo jo? Shpërblim financiar, sepse nuk është e mohueshme, nuk e di gjithë Berati me zonja Eni, le të flasi një kush na dëgjon tani nga Berati. Patjetër jeni e sigurt që ju shikon dhe ju dëgjon tërë Shqipëria. Kështu që mbani përgjegjësi për çfarë do lloj gjëje që ju thoni. Kryesisht Berati, patjetër se jeni banor të Beratit. Po. Çfarë të them tjetër, nuk gjej fjalë, nuk doja që të përballesha me këtë lloj seancash këtu, unë kam parë edhe emocionin tuaj patjetër.
patjetër. kisha fat, thosha, po vle një telebingo të ken fatin të takoj njerë zotin Ardit, publikun e mrekullueshëm këtu. Nuk doja këtë lloj seance. Po arriti deri këtu sa erdhi një moment që halla paska që nga me shtëpi dhe del pa shtëpi. Pra ky është një problem i ri që ju nuk e dini deri dje, apo jo? Ne nuk ishim në dieni të këtij fakti dhe nuk dua t'i ndërhyj fare sepse unë nuk jam pjesëtare asaj, i ka problemet me njerëzit me njerëzit tanë, me miq tanë, duhet ta theksojnë se para ata janë miq tanë. Nuk është kurshia, patjetër. Është kurshi, ama e theksoj edhe një herë të marri përgjegjësi mbi vete. Ta ndjeki hap pas hapi. Sot është me dorë me këmbë, nesër diagnoza e asaj do bëj të vetëm, kush do ta ndjeki më hall? Një primbesa po ikin gjithë jashtë shtetit, më njëri në Gjermani, tjetër në Greqi, tjetrat po shkollohen jashtë. Kush do ta ndjeki atë? Unë do ta ndjek me burtë të smur. Arta nuk jam e zonja me Arta. Nuk je zonja, bëu e zonja me motor. Arta Çfarë do të nuk bëj jam ata e ty? zonja me se jam pir komplet, edhe unë duam bine. Sta do nga puna, kur që vete me mendimin që ta gjej havën në shtëpi. Gjemile, të lutem ulu pak, do të kemi vetëm një ndërprerje të shpejtë publicitare dhe do kthehemi prapë këtu. Të lutem ulu pak, Gjemile. Jemi rikthyer në këtë seancë ndërmjetësimi ndërmjet dy kunatave, Gjemiles dhe Artës. Gjemilia është motra e bashkëshortit të Artës, është motër e 7 vëllezërve, ka kaluar fatkeqësi shumë në jetë, ka humbur bashkëshortin pas një hemorragjie cerebrale dhe më pas fatkeqësia tjetër në fakt më përpara që ka ndodhur është sepse nuk kanë fëmijë dhe tani zonja Gjemile është vetëm. Jeton vetëm. Disa prej vëllezërve nuk i ka në Shqipëri. Familjen e vllajt ku bën pjesë zonja Arta e ka në Tiranë. Ndjet e vetmuar, ka nevojë për shoqëri, dëshiron të shkojë pafund në shtëpinë e vllajt, por argumenti i parë që ne dëgjuam ishte nga Arta që okej, ne ja kemi hapur derën, por nuk mundet që të jetë në vizita të shpeshta sepse çdo familje ka jetën e vetë. Ka fëmijë, do kujdeset për fëmijët, për bashkëshortin dhe prezenca e vazhdueshme e motrës është një hall i cili duke bartur të gjitha hallet që sjell motra në shtëpi, këto kthehen në halle plus të familjes të zonjës Arta. Nga ana tjetër, zonja Gjemile thotë unë flas me muret në shtëpi, jam vetëm, kërkoj për kraje. Por tashmë ka një problem tjetër, sepse është pa shtëpi. Pse është pa shtëpi, këtë duam ta kuptojmë pak më mirë, por nga ana tjetër, zonja Arta thot, tashmë ne kemi shumë shpenzime, prandaj nëse dikur e kemi ndihmuar zonjën Gjemile, ajo që unë duhet kuptoj është këto para që ju i keni dhënë si ndihmë, ja keni dhënë borxh apo para për ndihmë, le të themi si vllai ndaj motrës. Dëgjoj zotë Ardi, si vllai ndaj motrës është bërë vite me rako, erdhi në një pikë, domethënë që këto para unë ja kam dhënë borxh. Pra, e di zonja që janë borxh. E di zonja shumë mirë. Atëre, një moment pak, më falë pak Arta, sepse kemi një telefonat. Po, në këto momente për të bërë të ditur për gjithë publikun, neve sapo kemi dhënë numrin e zonjës Lavdie Qullaj, me të cilën kemi pasur disa biseda telefonike, kemi ftuar dhe atë të ishte sot prezent, sepse në vetmin e zonjës Gjemile nuk qëndrojnë vetëm pjesa e saj e familjes, po qëndron edhe pjesa e familjes së bashkëshortit të ndjerë, të cilët dhe ata kanë përgjegjësinë deri diku për sa i përket ndihmës që duhet i japin nga afër zonjës Gjemiles, duke qenë dhe komshi shumë afër me shtëpi me zonjën Gjemile. Megjithatë, nëse gjatë programit do të lidhem me zonjën Lavdie, ne e përshëndesim tani në distancë, besoj që ajo është duke na ndjekur, e di që kjo seancë ndërmjetësimi po kryhet në këto momente, është thirrur nga ana jon, kam folur dhe me vajzën e saj, kam ndier shqetësimin dhe mosdashjen e saj për të qenë përballë zonjës Gjemile për disa arsye të saj personale me zonjën Gjemile. Megjithatë, mua më takon që dhe një herë rishtazi të thras në një seancë ndërmjetësimi tjetër, po të dëshirojnë zonjën Lavdie, motrën e saj dhe vllajin pikërisht përballë kunatës zonjës Gjemile. Për disa arsye të cilat unë do t'i rreshtoj sa më poshtë. Po, Arta, juve thatë para se të fillojmë me këtë shpjegim. Mbetëm tek borxhi sepse jam kurioztar të di. Po.
Do më thënë bashkëshorti im i ka dhënë motrës së tij, ka qenë gjatë kohës që bashkëshorti i saj pasoi një hemoragji cerebrale. Vinte ikte në për Tiranë, ishte e pamundur që ajo ta përballonte me se gjatë viteve 90 puna u shkëput dhe ajo gjithmonë ka jetuar me punë dore dhe me rrogën e bashkëshortit të saj. Po asnjëherë nuk është hequr puna e dorës nga dora. Sidoqoftë ju i keni dhënë Po një borxh. që ne dhe gjatë kësaj kohe që bashkëshorti i Xhemiles u sëmu rënd, normal që si vllai i motrës që do t'ja jepte. Po tani erdhi një moment që bashkëshorti im pësoi të njëjtën gjë. Më fal pak, Zën Lavdie? Po? Alo? Si jeni, jam Arditi, Gjebrea? Përshëndetje? Ja dhe zonja Eni. Më dëgjon dobët. Ja të shikojmë, mos dëgjoni pak më mirë zonjën Eni. Po, përshëndetje, zonja Lavdie? Me Eni Çobanin po flisni, si kundër kemi folur dhe 2-3 herë të tjera. Ju kam ftuar që t'ishit në një seancë ndërmjetësimi publike me zonjën Xhemile, por juve keni pasur arsyet tuaja për mosardhjen. Sigurisht që arsyet të cilat unë nuk mund të ndërhy, sepse nuk imponojmë njerëzit që të vinë, dëshira jonë është që kur përmenden, patjetër të jenë prezent. Zonja Lavdie, këtu pretendohet që juve sot jeni bërë pjesëtar në pasurinë e vllait tuaj bashkë me zonjën Xhemile. E dini ju këtë fakt? E dini këtë fakt. Atëre, çfarë keni vepruar juve përkundrejt kësaj pasurie në të cilën besoj që e pranoni që nuk keni vënë asnjë tull, apo jo? Kush nuk ka dhënë asnjë tull? Ne simbas ligjit apo po e marrë po vim pa marrë? Jo, të lutem. Ashtu siç kundër kemi folur gjithmonë. Këtu pretendohet për një pasuri që nuk është vënë nga familja juaj. As nga prindrit tuaj, por është vënë nga bashorti i zonjës Xhemile dhe nga Xhemilia. Ju e pranoni këtë fakt? Kjo shtëpi, nga kush është bërë dhe ndërtuar? Nga kush është? Dëgohet shumë keq. Kjo shtëpi, kjo shtëpi, nga kush është? Dëgohet do. Mos u shqetëso, zonja Lavdie, meqense unë dëgjojmë pak më mirë se kam dhe eksperiencën e Telebingos. Mund të dëgjoj një çfarë? Okej. Atëre, kjo shtëpi nga kush është ndërtuar? Kjo shtëpi nga kush është ndërtuar? Po. Ajo e di shumë mirë nga kush është ndërtuar. Ajo e di shumë mirë. Po ju si e dini? Dhe ne e dim shumë mirë kush e ka ndërtuar. A mund ta dim Unë e duam nga juve, zonja Lavdie, prandaj ju kemi ftuar që të flisni publikisht. Zonja Lavdie, a mund ta dim dhe ne? A mund ta dim? Dëgjoni do. Po juve përgjigju në pyetje, s'ka problem se ju dëgjon publiku. Ne ju dëgjojmë shumë mirë. A mund ta dim edhe ne Po nga... unë dëgjoj do, bëta. Okej. Zonja Lavdie, a mund ta dim edhe ne nga kush është ndërtuar? Nga kush është ndërtuar? Po. U ka ardhur vllajim këtu. Po. E ka blerë me baban tim gjyrë. Tani ajo, ka kërkon tani ajo. Çfarë kërkon? Xhemilia. Po. Çfarë kërkon Xhemilia? Xhemilia ka kërkon. Zonja Lavdie, pyetja që vjen tek ju, që kush e ka ndërtuar. Si njëve i qindë, unë ja pas zera me pas. Po. Zonja Eli. Po, Eni, po. Ja pas zera dhe me pas. Po. Nuk bejnë në të mënyrë, nuk e mirë do të ajo në të mënyrë që sillet ashtu. Nuk kupton? Po kush është sjellja e saj që juve? Pse është sjellja e saj jo e mirë? Po? Po e ndërtoj kush e ndërtoj unë, po dal jashtë ligjit? Të lutem, ne po flasim për familjen. Pa shkuar, të lutem, zonja Lavdie, për sa i përket ligjit, do më dëgjoni më pas për ndarjen ligjore, në të cilën ju garantoj që prap nuk është bërë sakt. Megjithatë, unë flas këtu për shpirtin dhe moralin e shqiptarëve përkundrejt pronave të cilët i ndërtojnë të tjerë dhe më pas pretendojnë pjesë. Ne për këtë flasim. Për sa i përket ligjit, do më dëgjoni. Po. Unë ta fakt nuk kam nevojë për atë dritareve. Shumë sakt. Atere, juve jeni e gatshme që pjesën... Atere, zonja Lavdie, ju lutem. Atere, jeni e gatshme ju që pjesën tuaj takuse si pas ligjit, t'ja dhuroni zonjët Xhemile që ajo t'jetoj e qetë. Unë e fare, ajo pse nuk më vëllan, ajo pjesën e ka me vëllan tim, sa ka me mua ajo një? Ajo e ka pjesën me vëllan, më e zonja Eli. Me kë vlla?
Je marrë Me burin e saj. Njeve, jemi këtu. Të lutë. Unë e kam pasurinë e të vllaj. Zonja Lavdije, unë dua dhe njerë ju të më kuptoni. Juve, bashkë me vllajën tuaj që keni gjallë, dhe motrën tuaj tjetrën, atere pasuria ku ka kaluar? Ka kaluar të vllai juaj, ju s'keni pasuri. Se unë këtu kam një certifikat pronësie. Ne jemi trashëgimtar, po s'na ka pyetur njeri ata, ka ndaj letra, neve... Pra ndaj pra po ju pyes, ju jeni trashëgimtar dhe ti ke emrin në certifikatën e pronësisë. Zonjë nderuar, edhe njerë, në emër të ndërmjetësimit, që ne po mundohemi të bëjmë pavarësisht distancës, ju jeni e gatshme që këtë pjesë të vogël të pasurisë që ju ngelet, t'ja dhuroni zonjë Xhemile? Kjo është pyetja ime. Nuk është si sa mam njeri. Nuk u fon? Nuk është si si njeri. Nuk dua të kam të vele pa. Nuk do t'ja japë. Po nuk ja japë. Po, mua nuk më duket gjuhë për të përdorur kundrejt një kunate, kjo zonjë Lavdije, me gjitha të, unë ju falenderoj. Mo zonja Endi, mo vjetë qesh. Po. Ajo e kishte marrë tjetë, nuk kishte nevojë fare të bese buje në tërë atër. Po, e kishte marrë pjesën? Po? E ma, po të stegje, të së gjende, se jetë gojës. Si jatë në gojës, le të dhejnë të dojnë. I jep gojës, thot, i jep gojës, thot. Ke ndonjë pyetje për zonjë Lavdije, se e kemi tani këtu zonjën. Zonja Ju Xhemile. lutem direkt, është përballë në punatën e saj, zonjë Narta. Ju lutem, dëgjojeni pak. Dëgjojeni pak se ju vjen një pyetje. Nga Lavdije. Atere, një Ju sekond. lutem, dëgjojeni pak zonjë Xhemile, ju vjen një pyetje. Zonja... Po, ja një sekond, se... E sqaroj unë. Po, zonjë Xhemile, keni pyetje për zonjë Lavdija, ju thotë që ju jepni shumë gojës, si duke do të thotë që ndoshta juve keni bërë problem këtë punë me shumë njerëz. Atere, pse dhe për çfarë arsye juve nuk e keni diskutuar njerë brenda familjes problemin? Sepse zonja Lavdije thotë që unë nuk dua asgjë nga ajo pasuri, po pse sjell keq Xhemilia, unë nuk dua t'ja jap. Zonja Eni, Po. deri dje isha për çmim Nobel. Po më dëgjon zonja Lavdije. Po. Isha për çmimin Nobel. Po. Kur ishte i vllai. Për shkak të kujdesit që ju Për keni bërë. shkakun e kujdesit dhe për kushtimit që i kam dhënë unë asaj familje. Po. Dhe sot, që është pronësia në mes, Po. unë jam bërë kaq e keqe, dhe pse jam bërë e keqe? Po. Pse kam kërkuar ndihmë tek motra dhe vëllezërit e isajt, për të më dhënë atë një çik tokë që duan aty, atë një çik pjesë që duan aty, që të di dhe unë që e kam shpintime, të ngull një kokër gozhë, ta mbyll derën edhe të rije qetë. Zonja Lavdije, më kthe përgjigje. Po e dëgjon Lavdije pyetje? Kam kërkuar ndihmë tek njerëzit e tu të afërt. Është në lidhje më, zonja Lavdije? Zonja Edhe Lavdije, kjo- ja ty? E kemi zonja Lavdije në linjë? Zonja Linja Lavdije? duket që është si e hapur, por nuk e di nëse ajo dëgjon. Ka lënë linjën Ka hapur. lënë linjën hapur. Atëre e shkëpusim lidhjen telefonike dhe vazhdojmë këtu në studio. Atëre pyetja sigurisht edhe një herë i drejtohet zonjës Lavdije që po na ndjek në këto momente. E falenderojmë për ndërhyrjen e saj dhe përgjigjet aq sa ajo mundi të japi nëpërmjet telefonit. Megjithatë, faktet dhe provat janë shumë kokëforta. Zonjë Xhemile, dhe ky nuk është një problem vetëm tuaj, është një problem i shumë grave, të cilat mbeten të vetme mbas vdekjes së bashortëve të tyre, dhe fakti që unë i drejtoj moralisht të gjithë tyre motrave dhe vëllezërve, të cilët kërkojnë me të drejtë sipas ligjit pjesën e tyre takuse, pa shkuar te ligji të dashur shqiptar, pa shfletuar fletët e një libri si ky. Neve kemi fletët e shpirtit, të gjakut, që na lidh me këta familjar. Dhe pyetja ime e parë ndaj Lavdijes erdhi pikërisht, juve zonjë e nderuar, bashkë me vllajën tuaj gjallë dhe motrën, keni vënë ndonjë tull në këtë shtëpi që kërkoni sot me forcë atë që ju takon, me të drejtë me ligj? Besoj që zonja Lavdije bashkë me të tjerët, sikundër janë edhe dokumentat këtu, nuk e vërtetojnë dot që kanë dhënë një kontribut në këtë shtëpi, pasi pronësia ka qenë vetëm në emër të Zotit Isa Refat Tomori. Do t'i lutesha regjis, të afroj kamerën, të shikoj pikërisht këtë certifikat pronësie, të dhënë nga zyra vendore e regjistrimit Berat, ku vërteton pikërisht që 160 metra katror truall
dhe 56 metër katror ndërtesë janë në emër të Zotit Isa, bashortit të zonjës Xhemile. Pse ne shqiptarët duhet shkojmë deri në këtë pikë, të krijojmë konflikte të kësaj natyre, kur kemi përballë një zonjë të vetme, të vetmuar, pa fëmijë, e gjejmë sot dhe pa mbrojtje, sepse duke qenë e tillë, patjetër që e kanë më të lehtë edhe të marrin çka dëshirojnë, por dhe sigurisht dhe të flasin atë që dëshirojnë. Kjo zonjë nëse e ka bërë bujë zonja Lavdie, dhe nëse buja juaj është kjo seancë ndërmjetësimi që neve po bëjmë sot, unë ju garantoj që kjo është buja më e mirë që duhet i drejtohen shqiptarët, sepse këtu gjendet zgjidhja, këtu gjendet pajtimi, këtu gjendet dashuria midis shqiptarëve, gjë të cilën mua më vjen keq që familjet shqiptare kanë kohë që e kanë harruar dhe e kanë futur në një sirtar shumë të thellë të shpirtit tyre. Jo, ti hapim këto sirtar, të zbulojmë dashurinë që kemi për njëri tjetrin, dhe nuk do të na bëje pasur as ato metrat katror që do t'i marrin Xhemiles me ligj, dhe as ato zënje dhe fjalët që bëjmë me njëri tjetrin. Megjithatë, zonja Xhemile, juve sigurisht që keni problematika tuaja. Për sa metra katror bëhet fjalë? Do t'ja u bëj sapo tani, për ta bindur edhe zonjë Lavdie, që për çfarë pasurie pretendon ajo këtu, se më duket se kanë informuar edhe gabim. Zonja Xhemile, juve thatë që e keni bler këtë pasuri në çfarë viti? Në 86. Në vitin 86, sepse kështu sqarojmë edhe artën që e shikoj që pas ka qenë deri diku pak indiferente për sa i përket pasurisë zonjë Xhemile, dhe shumë mirë që ka qenë indiferente sepse ju nuk keni të bëni me këtë pasuri. Po. Po i them në 86 zonja Eni, Po. se kësti i parë, Po. i asaj shtëpisë, ato shtëpi janë blerë... Sepse u përmend edhe vjeri juaj këtu, i ndjerë, dhe duhet jemi shumë kujdesshëm. Aty dua të dalë, zonja Eni. Gjë të cilën nuk arritëm do ta sqaroni më tej. Aty dua të dalë. Po, si është problemi i vjerit ashti? Po. Në 85-ën, Po. në shtator të 85-ës, Po. kam dhënë këstin e parë 50.000 lekë borxh. Po. 50.000 lekë për kohën kanë qenë shumë atëre. Dhe i është dhënë në shtëpinë e Lavdie Qullajt. Këto 50.000 lekëshin. Në prani të zonjës Lavdie. Dhe mua më ka rënë të fikë zonja Eni kur i numroj, i më shoq ato 50.000 lekëshin. Se unë kur unë gjita lartë s'kisha korën e bukës. Dhe atë 50.000 lekëshin ja ka dhenë djali Xhaxhait vetë. Atë 50.000 lekëshin. Dhe këshu filloj karvani pastaj që merë këtu, je patije, merë atije. Edhe asë një kokër leku nuk i ngela asë kujtë. Pra, fillimisht ju e keni nisur me borxhe dhe ndoshta zonja Lavdie do të thotë që edhe vjeri juaj ju kanë ndihmuar për sa i përket anës financiare? Absolutisht, zonja Eni. Absolutisht. Absolutisht. Kanë dalë nga shtëpia në shtator, jam martuar në 22 korrik, kanë dalë nga shtëpia në 15 filloi dita i shkollës, më duket. Po. Nga mezi i shkollës. Jo, dikur fillonte një shtator, kështu që kam zbritur në Berat. Po. Edhe që atë ditë vija, siç vinim për fundjavë. Pra juve keni qëndruar gjithsej në Roshnik, pra në këtë fshatin e vjerisë tuaj, vetëm 2 muaj, korrik gusht? 2 muaj kam ndendur me... Ka që shjeta juaj me familjen e trungut të bashortit, apo jo? 2 muaj? Dhe në shtator, juve keni ikur në familjen tuaj? Dal nga shtëpia e tim shoqi. Dhe keni shkuar në Berat? Ati, edhe kemi shkuar në Berat. Shumë bukur. Dhe keni filluar të ndërtoni këtë shtëpi, apo e keni bler këtë shtëpi? E kam bler këtë shtëpi që kam sot. Po. Ishte sigurisht një gjendje të rënuar, apo jo? Tani gjendje të rënuar nuk mund të them do, se tani shtëpis, po si bure gure dhe mur nuk ri në këmbë, zonja Eni. Pa atë gurin dhe ato muret, edhe ato vrimat e atyre mureve, i ka reguluar vetëm kjo, Dore Xhemiles. Te guri, te muri, te qatia, zonja Eni. Pra gjithë shka e keni bërë ju? Unë kam detur në qatia. Atere, për qarë shkaku zonja Lavdie tha që e dini fare mirë ju se kush e ka bler shtëpin? Shpiti ka bler vlajta me vjerin, do më dhe me babajnë. Shpiti ka bleri saj dhe Xhemilia, të dy bashkë. Pra juve për këtë flisni me bindje dhe thoni vetëm të vërtetën, sepse çdo thënia juaj do t'ju lutesha sot jepet direkt nga televizioni Klan. Edhe borxh nuk më dha Lavdie Qullaj. Jam shumë dakord me thënien tuaj. Sigurisht, kjo që ju thoni vërtetohet edhe në këtë certifikat pronësie që kemi këtu. Pra që Zoti Isa është pronari vetëm i kësaj pronësie. Gjë të cilën sigurisht që shumë kryefamiljar shqiptar, ne kemi përmendur dhe në raste tjera, ky është gabim edhe i zyrës së regjistrimit, por në fakt të gjë e ka reguluar Kodi Civil, pavarësisht që prona është në emër të kryefamiljarit, kjo pronë është në emër të 2 bashortëve, pra Zotit Isa dhe zonjës Xhemile, gjë të cilën ndoshta as zonja Lavdie, as 2 kunetrit e tjerë nuk e din. Fakt në të cilin është mbështetur edhe dëshmia e trashëgimisë që ka bërë më tej dhe ndarjen
e dëshmisë trashëgimisë pas vdekjes së Zotit Isa. Dhe sigurisht, mbas mbarimit të kësaj dëshmie, është vajtur dhe është bërë regjistrimi i dytë. Dhe në regjistrimin e dytë kemi zonjën Xhemile me gjysmën e pasurisë dhe me gjysmën tjetër janë futur motrat dhe vëllai. Pra, respektivisht, i kërkoj ndjes të gjithë atyre që po dëgjojnë emrin, por jam e detyruar të lexoj një dokument zyrtar, ku thuhet Xhemile Abdurahim Tomori, 3/6, Lavdie Refat Shullaj, 1/6, Fiqiri Refat Tomori, 1/6, dhe Afërdita Refat Azemi, 1/6. Sigurisht, zonja Xhemile ndodhur në këto kushte, patjetër që ndodhet shumë e kërcënuar nga fakti që kjo shtëpi dhe ky truall, 160 metra katror, truall, me qënë se dalim dhe njerë të pyetja që arditi me drejt bën, 160 metër katror, brenda të cilës 56 metër katror është ndërtesa. Atere, po të ndajmë truallin, themi që gjysmën e merr zonja dhe gjysmën e ka marrë pjesa trashëgimore që vjen nga bashorti, gjë të cilën sigurisht neve nuk e rregullojmë dot, sepse e thot pikërisht neni 361 i Kodit Civil, ku thuhet: kur përveç bashortit nuk ka trashëgimtar të tjerë të radhës së parë që janë gjithmonë fëmijët, në trashëgimi thirren ata të radhës pasardhëse, të parashikuar në nenin 363 të këtij kodi, dhe kur nuk ka dhe të tillë, thirren trashëgimtarët e radhës tjetër pasardhës, të parashikuar në nenin 364. Në çdo rast, bashorti merr 1/2 pjesë të trashëgimisë. Por 1/2 pjesë të kujt trashëgimie, të nderuar shqiptar. Prandaj unë them që njerëzit shpejtohen, sepse kur shikojnë që marrin pronë, vrapojnë për ta marrë atë, dhe jo për ta falur dhe për ta dhënë kur nuk kanë asnjë kontribut. Nga bët kurioztar, 1/2 e kujt? 1/2 e Isait. Dhe Isai ka vetëm gjysmën e pasurisë. Gjysmën që në fillim, në këtë certifikat e ka Xhemilja, që nuk ka emrin. Pra zonja Xhemile, bashkë me zotin Isa, janë gjysëm për gjysëm. Në 50-shën e Isait, merr gjysmën Xhemilja dhe gjysmën ata. Pra, le të themi në 100%, zonja Xhemile ka 75% dhe 25% dahet në trench. Kanë të tre. E shikoni se si kjo certifikat pronësie ka futur një debat deri dhe konflikt brenda familjes, duke mos respektuar Kodin Civil të Republikës Shqipërisë për sa i përket të drejtës së trashëgimisë ligjore. Pra, kjo zonjë është dashur të ketë pjesë takuse 75%. Dhe ndërkohë pjesa tjetër 25%. Dhe unë nuk e di në këto momente Lavdia që po më dëgjon, vëllai që po më dëgjon dhe Afërdita gjithashtu, çfarë mendojnë në këtë rast? Do t'ja vlente gjithë ky konflikt për 25% të kësaj banese? Duke ditur që nuk ka ligj në Shqipëri dhe në botë t'i heqë të drejtën atij të cilën ka pjesën e shumicës së pasurisë për të dalë nga kjo shtëpi, për t'ja lënë pakicës, jo. Ligji sjell një zgjidhje tjetër. Fakt në të cilin neve do të mbështetemi dhe në mbrojtjen që zonja Xhemile sigurisht do të ndjeki më pas në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat, ku do të rrëzohet dhe do të shregjistrohet me urgjencë certifikata e pronësisë e dhënë pranë zyrës vendore të regjistrimit Berat. Do të rregullohet pjesa takuse e Xhemiles dhe e trashëgimtarëve të tjerë, dhe më pas, sigurisht, nëse ata do të kërkojnë pjesëtimin e pasurisë, do të jetë po kjo gjykat që do të rregullojë pjesën takuse të 25% dhe të 75%, ku sigurisht prevalon pjesa më e madhe e pasurisë që 75%. Atëre, zonja Xhemile, unë e kuptoj që juve keni ngelur gati e habitur, por që ta duash dhe ta respektosh ligjin, edhe ky është një virtyt i lartë, dhe sigurisht që unë i përulem ligjit edhe veprimit të ligjit, dhe nuk mund të them asgjë të kundërt përveç asaj që unë lexoj dhe interpretoj në këto ligje. Juve zonjë jeni pjesa më e madhe e pasurisë. Dhe sigurisht që vini përballë artës sot duke i thënë që unë kam dalë nga shtëpia. Është e pafalshme që ju të dilni nga shtëpia. Ju, që ose keni arritur deri në këtë pikë që dilni nga shtëpia, i keni dhënë të drejtë pa drejtësisë. Është sëmundja më e keqe zonja dhe ndërkohë
pa tjetër që Zonja Eni më kanë vetëmia, mirë juve molet, keni dhe një molet në mesazh të trup, madh zonja shqiptarëve Eni. sot, dhe sigurisht që neve do të kemi rast ta themi edhe në momente të tjera, për shumë shqiptarë të tjerë që kanë ngelur vetëm, që vetëmia në fakt është sëmundja më e madhe që sot po kalon pjesa e moshës së tretë në Shqipëri. Prandaj vëmendjen kryesore duhet ta kemi për të rregulluar ngrohtësinë shpirtërore që duhet t'i japim kësaj pjese të shoqërisë. Dhe unë jam e bindur që Xhemilja sot nuk vjen më shumë për pasurinë sesa për ngrohtësinë që kërkon nga arta, nga vëllezrit, por pse jo dhe nga kunetrit, që pavarësisht që folën në këtë formë, E dëgjuam edhe artën, zonja Eni. po, E dëgjuam edhe artën. po. Arta, Zoti Ardit, unë kam dhe shpirtin. Kam mbyllur jetën time. Kam mbyllur jetën time dhe kam bërë gabimin më të madh. Kam bërë gabimin më të Çfarë madh. kërkoni ju nga arta? Atje. Çfarë Nga kërkoni? arta, nuk dua me. Nuk dua ndihmë monetare. Pa. Vetëm të vinë të më fërkojnë si kokën. Po është në Të më punë. është në punë. Po ja kotidon kur e ka ndonjë ditë pushim. Po kur ka Të një më ditë marrin pushim do ja një në fërkoj djalit telefon, vet, për burrit zonë. vet. Zoti Unë jam Ardit, dakord me ty. Të më marri një në telefon, të A, më mirë, thotë për telefonin si jam gëzire, dakord. Si unë gryse. Është e vërtet arta? Zoti Ardit, unë kam 101 probleme në trupin Kjo tim. gjës të ka munguar nga Edhe unë unë telefonata. Të Arta. lutem, Marta, Jo, të lutem. absolutisht nuk e marrë Nuk përsi po për qaj këtë nga gjë në juve. sy të publiku, se të telefonatat e tona Unë ty sot- nuk unë të sot- reshtin. Po erdhi momenti që mbas. Zonja Arta, unë sot Më vjen është keq gabimi më i Xhemile, madh më që vjen jeti shumë këtu. keq që ne Unë të sot dyja të duhet kisha përballemi sot Lavdiet në tërë. Shullajn, Fiqerito Morin dhe Afërdita Alzemin. Ta dëgjojmë pak artën, të lutem. Zoti Ardit, deri tani unë fola për 26 vite, unë kam djalin sot 26 vite dhe rrith theksoj që marrëdhëniet e tona kanë qenë perfekt. Jo si kunat, po si motër. E kisha dhe amanet nga baba im që më thoshte, shikojni Xhemilën se është vajzë e vetme, me 7 vëllezërve. Edhe e kemi parë në mënyrën më korrekte të mundshme si shqiptar, si dashamirës, si motër, jo si kunat. U si halla djalit tim që ha fëmia im lë kokën për te. Jo vetë fëmia im, po të gjithë. Po sot erdhi momenti më Zoti Ardit që fëmijët kanë emigruar. Çfarë ti bëjmë ne hallës tani? Momenti që bashkëshorti im është sëmur. Unë s'ka mundësi. Se ai bashkëshorti më thotë rri me mua se nuk e përballoj dot vetëm. Në punë të shkojmë, bashkëshorti ti ri pranë. po. Sepse janë smundje të tilla. Janë smundje të tilla tani. Të lutem se dhe mua Të po më lutem lëndon. Xhemile, ka ardhur një pikë Edhe që mua po më ka lëndon, ardhur një zonja pikë që ti vrite vetmin dhe ktheu aty ku ti ke Me qa do të ndjek Xhemile, moj ti zonja unë po të sjell në Emi, me qa vëmendje do edhe t'i një gjë do t'a tjetër. ndjekur këtë punë. Xhemile, unë po të sjell në Kurdo. vëmendje edhe një gjë tjetër. Po, Që besoj që familja e bashortit tënd po na dëgjon, sepse ata i ke në fakt më afër se sa artën. po. Ata i ke komshi, i ke dy dyër më poshtë. Po, Shumë i është shprehur. Lavdien e ke gati komshi. Pra unë shpresoj shumë që Lavdia në këto momente po na dëgjon dhe të vëri dorën në zemër si një motor. Të bjeri inati, të bjeri konflikti, ta shikojnë në sy realitetin. Dhe nuk do t'i mbushi ajo pjesë e vogël e asaj shtëpisë tënde. Por mos harroni dhe një gjë tjetër. Juve më thatë një gjë, që familja e trungut familjar ka jetuar në Roshnik. Po, Dhe sigurisht, pa tjetër që atje ka vepruar ligji 7501. po. Vjeri dhe vjera juaj kanë një pasuri. Po, zonja Eni. Unë mendoj, si kundër të gjithë shqiptarët e tjerë që kanë pasur përfitime nga ky Unë nuk ligj. kam ardhur Atëre, për juve këtë, zonja Eni. keni përfituar ndonjë gjë nga pasuria e Absolutisht. vjerit dhe vjerës tuaj? Absolutisht, zonja Eni. E dini që ata kanë ndonjë pronësi sot? Ata Sigurisht sot- unë flas pa fakte po, dhe kërkoj zonja ndjes, Eni. por mendoj që duhet Dhe ketë një zonjës pasuri. Lavdije do t'a beja pyetjen. Kur ka marrë Xhemilja këto dokumenta nga zonja notere Natasha Durmishi, Po? ata bën ndarjen e pronësisë në 3 pjesë, zonja Eni. Duke mohuar faktin që Duke është dhe mohuar bashorti juaj Isa brenda. Tomorin. Isa Tomori kush është? Është i vllai apo është i fshatit? Po. Me këtë pyetje që për Edhe zonja këtë- Eni kam përshtypjen që ato dalin më të humbur. Edhe këtë duhet të mendoj zonja Lavdije. Nëse. Megjithatë të Atëre. shikojmë pak për kë ka votuar publiku. Ta shikojmë pak. Për zonjën Xhemile. Ju Mua më vjen mirë falenderit. që edhe publiku Edhe mos e paçi këtë fat në familje tuaja.
qofshi të gëzuar. Mua për një gjë më vjen keq, në fakt. Për një gjë më vjen keq sepse këtu më lejoni që të them një opinion timin tashmë që po thuaj se kam bërë gjithçka, e vendosit e publiku. Që këtu kemi zonjën Arta, e cila non-stop, me sa ne po kuptojmë, është kujdesur për ju apo jo? Po, zoti Kujdesur, Dhe- kuptimin Jo është vetëm gjendur afër. Marta, se Është kam gjendur edhe afër. të Sepse tjera. Gjemilia në s'ka shtëpi. pasur dhe nevojë shumë për kujdes. Është gjendura, i ka hapur derën. Po, i ka hapur derën, dhe është gjë e madhe. Dhe gjykohet Arta, dhe ndërkohë Në vend të lavdijes. të tjerët nuk po themi emra. Jo, po e Po të them unë. tjerët të cilët kanë mbyllur dyere, dritare, kanë hapur probleme tjerë, janë diku në shtëpi dhe njerëzit që kanë dhënë një kontribut shkon peshorja kështu dhe humbasin, është e tmerrshme. Po kjo është zoti Arditu, Ndërkohë duhet që isha Arta këtu, ka treguar konflikti vlera zonja shumë të Gjemile mëdha. E kuptova. Të tjerë persona, nuk unë si ndërhyr fare. Do me thënë, Gjemila le të ndjeki ligjin për atë punë. Do me thënë, atë peshore mua më dhim t'i zemra, sepse i thonë bërë mirë dhe gjenë keq. Atëre më mirë mos bëj gjë fare, edhe je në rregull. Besoj që as unë as ju si jemi nga ata njerëz që s'bëjmë gjë fare, Sigurisht, por bëjmë shumë gjëra. Më erdhi keq për atë peshoren sigurisht. Është me vërtet. Nuk di, do më vinte përsëri keq po tikte peshorja ndryshe për hir të së vërtetës. Ndoshta nuk do ta kisha bërë atë peshore fare për hir të së vërtetës, më mirë të mos Ai ishte. që bë ka mirë zoti Sepse Arditu gjen mirë. sepse jo, ne do vazhdojmë të bëjmë mirë sepse ne besojmë në Zot. Kështu që Është shumë e vërtetë. Kështu që është dikush tjetër që na gjykon dhe ai që na gjykon do të vi dita e gjykimit Zonja për Gjemile, secilin. unë nuk dua t'i shtoj asnjë fjalë tyre të Arditit sepse janë vërtet fjalë shumë të rëndësishme. Unë kam Ku shumë në të them të ka themi, dashurinë me zonja midis Emi. njerëzve dhe në Se fakt ti jeta ke ime- përballë, ti ke jeta ime përballë është libër me vëllime. Atëre, Edhe këtu mua nuk më teproj të kohë. kuptoj. Gjemile, në fakt ti sot ke përballë një motor, jo një kunat. Arta Jo, është dhe ka unë qenë një kam motor për ty. Më fal, Dhe ti zonja këtë duhet Emi. ta pranosh publikisht. Nuk kam vetëm Artën, zonja Eni, po kam edhe 5 të tjera. I Edhe falenderojmë dhe ato kam. në qoftë se kanë bërë Si këndim për motrat edhe Artën, vëllezrit. po sot kemi Artën, nuk kemi ato 5 të tjera. Po çfarë të zonja Eni që kam ngelur kështu. Kështu që falenderimet Edhe tona kam njëri ngelur shkojnë kështu, Artës zonja Eni. për zëmrën e madhe që ka treguar kundrejt Po teje. të kisha një fëmijë. Zonja nuk i Gjemile, lutesha zonjës Lavdije, Zonja Gjemile, të edhe lutem, zonjës Arta. duhet mendoni dhe një moment. Po. Ju vërtet keni hallin tuaj shumë të madh, por dhe Arta ka një hall shumë të madh. Është familjare, të ka hapur derën sa herë ti ke pasur nevojë, nuk është e lehtë të presësh të gjithë familjarët e burrit, se me sa u tha vetëm Marta është në Tiranë, të vinë të 7 vëllezërit e burrit, me gra, me fëmijë dhe ti hapësh derën sa herë ato vinë dhe kalojnë një weekend O në zonja Tiranë. Eni, s'po jetojmë dot me hapën Atëre. tona. Nuk po jetojmë dot. Pikërisht, kështu që edhe kësaj zonjës Tirana duhet është thënë një kaluar falenderit për e t'i madhe dhënë krah. për sakrificën që bëjnë jo vetëm ajo, por shumë gra në pozicionin e Artës. Pra gratë janë të jashtëzakonshme. Pavarësisht që kemi një burr të jashtëzakonshëm i cili u habit nga kjo, tani ne gratë në fakt jemi shumë të mira. Ne pa ju s'jemi asgjë. Jemi shumë të mira. Ne shoqëri që ju kemi. Por, Gjemile, ti ke 2 pasuri të mëdha. Edhe për këtë më Çfarë dëgjoj me kam, kujdes. Ke 2 pasuri të mëdha. E para njëherë që ke shëndetin dhe e dyta që ke 7 vëllezër. Ti do thoje që zonja Eni unë dua të pasurinë që e kam dërtuar me 2 qiri. Ka qenë një dëshmi e jashtëzakonshme ajo tënde. Kam Të mbash 2 vëllësiza qiri unë, në krah si zonja për Eni. të qëndisur për të mbajtur një shtëpi. Dhe patjetër Po, që kjo shtëpi do të bëhet tëndja për një moment të caktuar, e para që ndarja është bërë gabim. Dhe këto do ta rregullojë gjykata e rrethit gjyqësor Berat. Po. Dhe do ta bëj sepse është ligji. Nuk është Aseni as Xhemilia, është ligji. Dhe e dyta, zonjë, ti do marrësh pjesën takuese në Roshnik që të takon nga zoti Isa Tomori dhe as Lavdia, as Afërdita dhe Fiqiriu nuk të marrin dot pjesën takuese, por unë jam prap me pajtimin dhe ndërmjetësimin. Nëse ato do donin pjesën e tyre në fshat, atëherë le të vinë në një ndërmjetësim dhe të falin pjesën e shtëpisë në Berat dhe në qoftë se ju dëshironi t'i lini pjesën takuese që mund t'jetë dhe më e madhe në Roshnik, atëherë kjo ju ngelet juve. Ju do ishi dakord në një pajtim të kësaj natyre? Zonja Të toleronit pjesën e Roshnikut për shtëpinë e Beratit? Mos ta thotë që tani këtë zonja Eni, sepse këtë le ta lëmë për një moment I tjetër. ftojmë sërish Zotrinjt ne i ftojmë të gjithë që të vinë në seancën por tonë të ndërmjetësimit. Artës i drejtojmë dhe njerë me shpirtin e madh që ka. Do ta ndihmojmë Ne bëjmë thirrjen tonë që hallë, t'jemi në se rregull. unë dua ta tras hallë, se jam hallë edhe Faleminderit. vetë. Dhe nuk ka gjë më të bukur se t'jesh hallë, të garantoj. Unë jam Këtu
Po. Fali sistemi tënd. Fali sistemi tënd, falë respektit të televizionit klan. Është fat ti je për krah Zotit Ardit. Është por halla duhet kuptoj që në këtë vend duhet funksionoj ligji, të ndjeki ligjit dhe jo të vit qahet e vlaji apo te kunata. Po ja që kemi nevojë dhe për vlezrit e kunatat. Kemi nevojë për vlezrit. Arta, kemi nevojë për dashurinë e vlezërve. Mos na i mohoni ju kunatat dashurinë e vlezërve, ju lutem. Kështu që kemi Më falni pak. Nuk e mohoj dot të pak që është... Një minut pak se kam një pyetje. Ju keni kunat, zonja Eni? Po. Më duk se kur i bët një thirrje kunatës tuaj. Jo, e kam të Keni në një gjë? Jo, s'keni gjë me kunatën tuaj. Ajo është e rrallë, që po ti ishte të kunatat si ajo. Kështu që nuk diskutohet. Pra, duke ditur dashurin e një motre për vlajn, i drejtojmë Artës pikërisht për këta. Ajo është njëra nga kunatat, se kemi 7 vlezër. Por kjo me të cilën neve jemi sot dhe të më ndjej që po i drejtojmë vetëm Artës, por nëpërmjet saj i drejtojmë dhe 5 të tjerave, apo 6 sa janë, të nderuar ashtu siç janë. Mos na i hiqni dashurinë e vlezërve. Ne ju duam dhe ju, sepse na doni vlezrit dhe na keni bërë fëmijë të mrekullueshëm. Por ama na lejoni që dhe juve t'ju konsiderojmë si motra të vërteta ashtu në fakt siç ju kemi. Se ju që na doni vlezrit, na doni dhe ne, pa diskutim. Unë do doja t'i bënim një thirrje edhe zonjës Lavdije, me që se dhe folim telefon, sepse Arta është e barazlarguar nga Xhemilja, sa është edhe zonja Lavdije. Kështu që mos rrim vetëm tek nusja e vllajt, po të rrim edhe tek motra apo tek vllai burrit, sepse janë njësoj. Patjetër. Janë njësoj. Kështu që kjo nuk do të thotë që të kërkojmë vetëm nga njëra palë, ti turre me njërës palë dhe të lëmë paran tjetër kur janë njësoj, në të njëjtën lidhje, apo jo. Bashkohemi me thirrjen tuaj, edhe një herë i drejtohemi edhe Lavdijes, edhe Fiqiriu dhe Afërditës së nderuar. Të shikojnë një Xhemile që nuk po kërkon vetëm gjë tjetër. Më hiqni vetmin. Ku ka kërkesë më të bukur se sa kjo? Pra kërkon dashuri dhe jo pronë. Urojmë që më e mira të bëhet për ju. Unë tek njerëzit e kam dashurin 100%. Pse do të thuash? Po të kisha fëmijë vetë, do t'i përkushtoje kësaj dhe do përqafoja fëmin tim. Po, patjetër. Kurse unë e kam tek vllajt, te nuse vllajt, tek fëmijët e mi. Po, ashtu është. Edhe prandaj po themi që i hidhni syt një çik te nga unë. Ma ngrini çika të telefon, moj se plasa, dua të flas. Se u elmova me shmelmuar palca, moj palca me shmelmuar. Të gjithë, ka kaq shumë njerëz Xhemilja, sa të gjithë së bashku mund t'ja bëjnë jetën shumë të bukur. Edhe zonja Lavdije, njëra tjetër se dhe unë ndihem sot si motra, si kunata, si vajza e Xhemiles, si motra tënde, pra ndihem pjesë në fakt. Tuaja, sepse dua të jap shumë dashuri. Nuk do t'i mungoj kur për qafimi jonë. Por puna sepse jemi shqiptar, zonja Eni, dhe jemi rritur me tradita. Mund të fillon dhe më bukur koriku se sa kjo së janë zdërmjetësime. Ju falenderoj përzemërsisht për dashurin që shprehni edhe me fjalët tuaja, por edhe një përqafim tuaj, motrash dhe jo kunatash. Motrash. Zonja Eni të falenderoj. Po. Që ke dalë ta menë si a rufeja në qenë të kaltër. Falemderit. O yllo shkëndi, që në ngro zemrat, neve zemrave të plagosura nga drejtësia. Zonja Xhemile, eja këtu zemër, eja. Unë i kam si shpirt ato, zoti Ardi. Mu ato më kanë bajtur gjallë. Eja ta mbylli me një përqafim. Eja, okej. Mirë. E mbyllim kaq bukur se as në ndërmjetësimit për të ritakuar javën që vjen, do të vazhdojmë me The Best tek Dita Shqiptare, je The Best. Faleminderit, zonja Eni. Faleminderit.